Po është nga kolonja më vlla. Këto nga që kam nga në një raki kështu do një gjë dhe prandaj. Ç'a ndodhi? Me këmo? Me ty. Në xhvit, nga do ta kapi. Jo më tani. Premte para disa ditëve. Para s'ka ndodhur të premte na mo xhan, sa e bukur që është. Nuk të puth mos i më rak. Se jeni bërë kështu tani, domethënë këto s'dihet ku kalojnë ne të ditët edhe pastaj ti. Kam përshtypjen që ishte problemi se ishte puthja mashkull me femër. Se 2 femra janë puth në emision. Po janë puth kështu. Janë puth dhe 2 femra tjera, po s'është shqetësuar. Halli është se s'duhet puthja njeri unë. Po pra. Po ti ç'pate, pse? Po kam përshtypjen që do jetë ndonjë shumë i dashuruar me mua atje. Edhe po atje o buridheut edhe atje. Ke parasysh është në kohën e regjimit që thua shokët, aksioni, shinat, brezaret. Këto e marrë vesh më se jemi futur në një regjistër i cili po i afrohet Beketit pak a pak domethënë. Po pse jo? Më fal, kur dëgjoj Keli madh edhe Edi, kur nuk kemi qenë më vlla. Të lutem, kur nuk kemi qenë. Jo më vlla se ti je aktor. Ti je aktor i tragjedisë, ti je i dramës. Këtë e di ti mo, po pse kujton ata se ti di se kë kanë ata aty, sinqerisht e ke. Ti je në studio tani me mua, më nuk je me ata. Po atë po ti për ata po më pyet, ç'ndodhi me ty? Po jo më jo, po ç'a ndodhi seriozisht? Po pse të duket gjë serioze ty? Po pse e bëra më bu? Kështu më erdhi më vlla. Po si të erdhi më? Çfarë? Po bëra ndonjë hata. Tash do e puthësh apo s'do e puthësh? Ta tregojmë si puthet, mos e keni haruar. Ja kështu puthet. Dëgjoj. Ja, u dro shife. Kam vend do. Gjithë njerëzit pyesin për gjëra si përfaqësore lidhe me këtë. Unë një pyetje kam valla. Si ishte? Atë pëlqeu si. Pas e mbaj mend më buridheu. Tani thuaj Po për kokë të mamas tani. Do marr maman. Jo. Mama e kemi marrë. Bol tani, Po të keqen tani si ishte. Kush si ishte mo? Ç'më pyet sikur zbulova nafto vlla. Dhe si ishte? Pas ka qenë siklet atëherë, pas ka qenë thjesht për të promovuar programin. Jo mor vlla, jo. Dgjoj, ai është një program që përpiqet të çiftëzoj njerëzit. Po ti ta kanë harruar. Ç'mu kam unë? Po. Opinionist. Po mirë, më unë ç'bëj atje. Ku e di unë? Po aktorë për të çiftëzuar ty do mund të bëj ato bëja, nuk ka del çiftëzuar që 7 vjeç për atë. Si mund të japësh mend ti tani për çiftëzuar të tjerët kur vetë nuk u çiftëzove kurrë domethënë. Ti flet për martesën. Po çiftëzim kështu. Jo, e ke gabim. Në natyrë ke parë ndonjë ujk të martuar për shembull, jo. Për shembull, çfarë bën një kal të martuar, gomar, se thon mos do të laerti. Jo. Martesa është një formë njerëzore e legjislacionit administrativ që ti vetë i hedh firmën me një njeri të panjohur, dhe kur ai njeri i panjohur divorcohet me ty të merr të gjithë pasurinë. Unë nuk mendoj që jam çik më tej se kjo. Ti edhe kristian tani jo. Po i krishterë jam patjetër. Ti duhet të besosh në institucionin e martesës. Jo, unë besoj. Por vetë nuk e do. Unë besoj. Ç'ështja është që s'kam gjetur një besimtare si unë. Jen kërkim. Dhe kështu që kërkon, tjetër e kërkuar besimin. Sigurisht, po. Edhe si Diogjeni me fanar. E kuptoj.